prindje vetme të qej në një akt ekstrem siç ka ndodhur vrasja. Thuhet që sipas raportimeve ngrinjet mes çiftit kanë qenë të vazhdueshme, gjë që kanë sjellur edhe deri vrasjen e 29 vjeçares, e cila ishte e lidhur tash me 38 vjeçarin, me cilin thuhet që kishte një fëmijë sfundit 17 muajsh dhe ata kanë kishin dalë në një parking të qendrës tregtare për të takuar dhe si prindi tashmë për ta parë fëmijën. Mirë po duket që këto shkaqet e vazhdueshme kanë çuar deri tek vrasja e 29 vjeçares, e cila vetëm se kishte paralajmëruar nënën e saj para një muaji që ndihet e kërcënuar. Mirë po realisht këto rastet kur nuk raportohen ose kur mbahen brenda familjes, zakonisht përfundimi është tragjik. Por nëna e viktimës ka folur në fakt, e cila ka thënë se ndër të tjera ka rrëfyer dhe momentet e fundit vajzës së saj me emocion të thellë, ka treguar se ajo ishte rrugës për të takuar ish partnerin e saj, i cili kishte kërkuar që të kalonte disa orë me vajzën e tyre 17 muajshe. Pra u prej në besë me fjalë të tjera. Nuk mund të themi sa është prej besë, mirë, po realisht ajo që është e sigurt është që çifti ka pas grindje të vazhdueshme dhe personi se jam pak me grip. Nuk ka problem, është kohë e virozave. Po thuhet që personi tashmë 38 vjeçar ka pasur në vitin 2023 ka pasur një rast në polici të lajmëruar, pra ka qenë një person me recidivist, pra ka qenë me probleme me ligjin. Gjë që autoritetet tashmë kanadeze vetëm sa po zbulojnë sa më shumë nga biografia e tij. Ajo që nuk dihet sakt dhe tash mbetet për të konfirmuar është se a janë të 3 fëmijë të tjerë me çiftin apo vajza tashmë kishte pasur lidhje të tjera dhe vetëm fëmiu i tyre 17 muaj ishte i përbashkët. Ajo pra kjo mbetet për të sqaruar, unë ende nuk kam arritur ta konfirmoj këtë gjë, sepse këta kanë pas 4 fëmijë, pra gruaja që ka vdekur i ka lënë 4 jetim. Në këtë kuptim nuk dihet për 3 fëmijë të tjera janë të njëjtë qeft apo janë me dikë tjetër. Por në fakt viktima në këtë rast është shqiptare apo jo? Po shqiptare është. A dihet origjina sakt? Po është nga Elbasani me prejarë thuhet që është nga Elbasani, pra Balla mbi emrin. Pra një vajzë 29 vjeçare, Savan Haballa, e cila ka qenë lidhur tashmë që një kohë me tashmë 38 vjeçarin me origjinë kanadeze. Dhe këta kanë pasur një jetë, si me thonë, të trazuar, sipas nënës tashmë, e cila ka qenë e fundi që e ka parë, si thuash, i ka parë të dytë. Edhe ajo thuhet që ajo siç e shpjegon, pra gjithë dinamika ka ndodhur për një çantë të pelenave, sepse çifti kur e ka tashmë ish bashkëshorti kur e ka marrë fëmijën, i ka kërkuar edhe çantën e pelenave dhe kjo gruaja i ka thënë se sipas nënës gjithmonë i ka thënë që do ta jap, mirë po ajo ka kërkuar moment dhe aty thuhet që ka qenë momenti, mirë po në gjykimin tim nuk është në rast të tilla zakonisht grindjet janë vazhdueshme që eksplorojnë në një moment, si me thonë një pikë mbushet gota, mjafton një pikë për ta derdhur gotën. Kështu që në këtë kuptim, kjo është ajo që dihet. Pra si Pelena, pra një çantë pelena thuhet nëna e saj thotë që. Mirë po edhe një detaj tjetër që nëna e saj vazhdimisht e ka dhënë në përmendje, ka thënë që vajza i ka thënë që unë nëse rri me të, unë do të jem e vdekur. Dhe nëna i ka thënë, a ka armë? Kjo i ka thënë që unë nuk e kam pa dhe nuk besoj që ka armë, gjë që për nënën ka qenë një lehtësim para se delte më u taku, sepse kjo e kishte ndjerë se mund të ndodhte. Mirë po meqense vajza i kishte thënë që nuk posedon armë, ishte ndjerë më sigurt. Dhe prandaj ka qenë jashtëzakonisht e shokuar, thuhet që 3 pluma ka qenë që i kanë marrë jetën, vajzës dhe menjëherë kanë rri autoritetet kanadeze të cilat i kanë kërkuar autorit që të dorëzohet, mirë po i cili e kishte marrë fëmijën dhe në tentativë për të arratisur është qelluar. Është shumë e rëndë që në momentin kur është qelluar fëmijën e ka pas në krah, pra tashmë ish bashkëshorti 38 vjeçor, ne ka pas në krah fëmijën në momentin kur është qelluar nga policia kanadeze.